Ministri i Detyrës i Brendshëm i Kosovës Xhelal Zveçla ka pretenduar se Serbia përmes bandave kriminale terroriste vazhdon ende të planifikojë ndërmarrë sulme terroriste në Republikën e Kosovës. Reagimi i tij vjen një ditë pasi policia e Kosovës në bashkëpunim me trupat e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR-it, kishin gjetur 10 detonator ndezës me kablom në afërsi të fshatit Njeżdan të Leposaviçit. Sipas ministrit, prania dhe angazhimi i vazhdueshëm i policisë së Kosovës dhe institucioneve të sigurisë ka mundësuar identifikimin dhe sekuestrimin e mjeteve që, siç u shpreh ai, do të mund të përdoreshin për sulme të rrezikshme terroriste. Ai theksoi se institucionet e Kosovës mbeten të vendosura në përballjen me grupet kriminale dhe terroriste që veprojnë në veri të vendit. Edhe në të kaluarën, pjesëtarë të qeverisë në detyrë kanë akuzuar Serbinë për përfshirje në raste të ngjashme, kur janë gjetur armatime në veriun e banuar me shumicë serbe, por pa ofenduar dëshmi që i vërtetojnë këto akuza. Përmes raportit 24 orësh, policia e Kosovës ka lajmëruar se ka nisur hetimet për detonatorët e gjetur në Leposaviç dhe se për këtë rast është njoftuar edhe prokurori i shtetit.